Rritja e temperaturave gjatë verës krijon kushte të favorshme për zhvillimin e vektorëve transmetues të sëmundjeve, si mushkonjat sandflies, të cilat mund të transmetojnë sëmundje të rrezikshme, si leishmanioza, e cila është e përhapur tek qentë në qarkun e Korçës dhe mund të kalojë edhe tek njeriu. Specialistët theksojnë se kontrolli i vektorëve dhe përdorimi i preparateve mbrojtëse janë masat më të rëndësishme për ndërprerjen e ciklit të transmetimit të sëmundjes. Gjatë kësaj periudhe do të ishte mirë që kafshët të mbajnë gjatë gjithë kohës qafore me preparate kundër këtyre mushkonjave, apo të përdorin preparate të ndryshme farmaceutike që veterinerët do t'i rekomandojnë. Njëkohësisht të mundësohet edhe spërkatja për parandalim të ambienteve të ndryshme ku mbahen kafshët, apo dhe të vendeve ku kanë akses njerëzit, në mënyrë që vektori transmetues janë këto mushkonjat të ndërpres ciklin e transmetimit të kësaj sëmundje të leishmaniozës, qoftë midis kafshëve, midis qenëve, por dhe midis njeriut. Kujdesi i vazhdueshëm ndaj kafshëve shoqëruese, kontrollet periodike veterinare dhe përdorimi i preparateve mbrojtëse ndihmojnë në uljen e rrezikut të infektimit edhe për njerëzit. Specialistët u bëjnë thirrje pronarëve të mos neglizhojnë masat parandaluese, veçanërisht gjatë sezonit të verës, ku rreziku i përhapjes së sëmundjes është më i lartë.